Dita në gjimnazin e Qrem Qabej në Vushtre nis me zdilën e shkollës, buzëqeshjet e nxënësve në korridore dhe energjin që sjell çdo mëngjes i ri. Mes orëve mësimore produktive e kohës së kaluar me profesor dhe shoqëri, ky institucion kontribon në formimin e një rinie që premton për të ardhmen. Jam Enver Ajdari, jam nxënës i gjimnazit e Qrem Qabej, klasës 11. Shkollën tonë e kisha veçu ndër shkollat më të mira në Kosovë, për arsye se shkolla jonë ofron kushte shumë të mira për mësim, sidomos domethënë për gjeneratat e reja që vijnë prej shkollave të mesme fillore, ka drejtime shumë të mira, është drejtimi natyror, është drejtimi shoqëror. Kisha dashur mi veçu edhe profat shumë veçanti, sjellja e tyre me nxënësat është super korrekte, mundohen me bëu më të mirën të mundshme që na me dalë suksesin domethënë prej kësaj shkolle. E kisha veçu edhe për sport shkollën tonë. Shkolla jonë është shkollë kampion republikan në handball në kategorinë e vajzave, ku kanë marrë pjesë edhe në garat, domethënë me shtetet e tjera të Evropës, që është garat ballkanike, edhe atje kanë pasur sukses mjaft të madh. Unë jam Rita Spahio, jam kryetare e rinisë së shkollës, nxënëse në vitin e dytë në klasën e 11 në drejtimin shkenca natyrore. Gjëja që kisha veçuar më shumë të shkollën është fryma bashkëpunuese dhe energjia e cila bëhet mes nxënësave edhe stafit mrekullueshëm të shkollës, ndërsa unë shkollë më shumë t'i pëlqej ato organizime dhe aktivitetet që i mbajna, ndërsa si më thon pjesa jam e preferuar, siç po shihet edhe për mbrapa është kjo pjesa këtu te fanaret e dijes, e cila lidhet me revistën shkollore të cilën e kemi çdo vit, ku profesorat i marrin të gjitha aktivitetet që janë bërë gjatë vitit edhe gjithashtu sukseset e nxënësave edhe paraqiten në revistën shkollore, ndërsa gjithashtu ne kemi edhe vrudhë rinore, i cili këtë vit ka qenë edicioni i 10, ku që nga vitet e kaluara kryesisht nxënësit marrin poezi, proza, eseja, ku ata të cilët kanë kryesisht talent në anën artistike dhe në gjuhë i shkruajnë. Këtu e kena një shembull të librit që ka qenë si vjet. Domethënë këtu marrin pjesë gjithë nxënësat nga klasa dhe deri në klasën e 12, ku i nënshtrohet më së pari fazës së testimit, secili nxënës i bën ka të drejtë deri në 6 punime, i dërgon te profat e gjuhës dhe pastaj ata e zgjedhin se cilat janë më të denjta për t'i paraqitur në librin, ndërsa libri prezantohet dhe botohet me 7 mars, ku e mbajmë këtu pikërisht në këtë sallë edhe programin, që nxënësat i lexojnë shkrimet e tyre, por ka gjithashtu pastaj edhe pjesë teatrale, drama edhe recitime, pjesë domethënë artistike. Unë jam Art Maxhuni, jam nxënës i klasës së 11 në gjimnazin e Qrem Qabej dhe jam pjesë i shumë aktiviteteve të ndryshme me llojin e muzikës dhe artit të ndryshëm. Çka kishe veçu diçka prej shkollës tuaj? Mendoj që kisha veçu lirin kreative që na e lejon shkolla dhe mundësitë të ndryshme që na lejon për të eksploruar pëlqimet tona si muzika që janë, arti edhe lëndë të tjera të ndryshme. Përshëndetje, unë jam Anis Kutlovci, aktualisht nxënëse e klasës 11 në drejtimin natyror të gjimnazit të Qrem Qabej. Mas shumëti në këtë shkollë më pëlqen fryma bashkëpunuese që e kanë mësimdhënësit me nxënësit, gjithashtu edhe pasi që jam nxënësit që i preferoj më shumë shkencat natyrore, më pëlqen që përveç anës teorike, gjithmonë mësimdhënësat punojnë edhe me anën praktike.
Okej, po kthehemi nga ajo atmosfere e shkollës, tani në studio, po për të folur po për këtë shkollë, për gjimnazin e Shrem Qabej të Ushtrisë, që tani janë edhe përfaqësuesit e gjimnazit tu me mua, do të flasim nga këndvështrimet të ndryshme, ati të drejtorit, të maturantit dhe të nxënësve të klasëve të 11-ta. Do ta bëjmë gjere gjatë këtë diskutim. Leoni, fillimisht t'i prezantoj, kam drejtorin e shkollës, Galip Abdiun. Mirë se erdhe. Faleminderit. Kënaqësi që jeni me ne sot. Është Rita Spahiun, nxënëse klasës 11 dhe kryetari i rinisë së shkollës. Mirë se erdhe, Rita. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Në krahun tim të majt kam Redon Hajrizin, maturant, tashmë ka përfunduar ato vitet magjike të gjimnazit e Shrem Qabej. Mirë se erdhe. Mirë se u gjata më ju. Arisa Gërzaliu, nxënëse klasës 11. Nësi që jeni këtu me mua. Dritor, e pam edhe materialin, pam edhe nxënës të tjerë, për pos atyre që janë këtu, sigurisht aqësa është mundësia që të përfshihen edhe në story edhe në studio. Këndvështrime nga më të ndryshme të nxënësve, dikush duke i preferuar më shumë aktivitetet, dikush duke e dashur energjinë, mësimdhënësit vlerësim, dikush për atë lirin kreative, si që ishte edhe një nga nxënësit. Por çka jeni ju më shumë t'i krenar nga vlerësimet që merrni prej nxënësve? Në fakt, gjimnazi i Ushtrisë, gjimnazi Shrem Qabej, ka një histori interesante prej themelimit të tij në vitin 1963 deri me sot, afron shumë mundësi të mira për nxënës. Dhe nxënësit ndjehen sigurt në ambientin e shkollës, jo vetëm për nga mësimet dhe për dishmërinë e vetë që e kanë, por edhe për nga afërsia që kanë me neve si drejtori e shkollës, me mësimdhënësit dhe stafin përcjellës. Kështu që besoj që është një ambient shumë i përshtatshëm. Okej, le ta vazhdojmë me maturantët, me që janë gjenerata që sapo e keni përcjell. Të kënaqur, çfarë gjenerate përcjellët? Gjenerata maturant ka qenë gjeneratë shumë e mirë, jo vetëm në aspektin e mësimeve, sepse për mësime, domthonjë kjo gjenerat na ka sjellë shumë trofeje, kemi arrit shumë gara me marrë pjesë, jo vetëm në nivel lokal, por edhe në nivel regional, edhe në nivel nacional, duke u ranguar në mesin e gjimnazeve më të mira në Republikën e Kosovës. Por njëjtën kohë kjo gjenerat na ka sjellë edhe atmosferë të madhe, saqë prej kur tashmë kanë ndërprer shkollim, po mendoj është ka përfunduar procesi mësimor me gjeneratën e maturantëve, shkolla sikur ka mbet pak e shordhët. Sepse këta ka plani farqësie kur ikin maturantët, se këtë vitin e fundit e kam pak me zhurmë, këta pak me zhurmë. Jo, në përgjithësi kanë qenë të emocioneve të mirë, po në fakt aktivitetet që i kanë sjellë gjimnazit gjatë këtij viti shkollor, në një farë mënyrë e kanë bërë shumë kreative shkollën. Dhe këto 2 javë të fundit, domethënë që këta më nuk janë këta, sikur shkollën e ka kaplu. Ka pas shumë aktivitete, po i përmendi, domethënë përveç se garave të diturisë, mandej kemi pas aktivitetet shumë të në sport. Gjimnazi e Shrem Qabej, ku pjesët e rëmuse maturant, po jo vetë maturantët, kanë arrit që në sport me arrit mi marë 4 vendet pare në nivel republikan. Dhe jo vetëm kaq, me ekipin e handballit me vajza kemi arrit me marrë pjesë në kampionat botëror që është organizuar në Maqedoni. Domthonë kemi pas shumë suksese në sport. Dhe jo vetëm në sport. Edhe maturantët, po edhe klasë 10 edhe 11 kanë arrit me tregu performancë të mirë edhe në procesin mësimor. Për shembull, për çdo vit në gjimnaz organizohet panajiri shkencës dhe i kulturës në ambientet e shkollës, ku marrin pjesë fillimisht aktivet profesionale të mësimdhënësve, mandej nxënësit i zgjidhin projektet e tyre, ku disa prej tyre dhe po prezentohen në studio. Po, i kemi edhe në prapavi. Këtu janë domthonjë projektet që janë drejt për drejt punuar prej nxënësve, dhe këtu në një ditë prej pas përgatitjeve prezentohen në panajër, ku vinë musafir nga vendet të ndryshme të Kosovës, shkollat të ndryshme dhe shife drejt për drejt puna e nxënësve. Pra, ka një kreativitet ka gja të madhë në shkollën. Si generatë që veç se e përcallët, keni ndonjë ide nga janë më shumë orientimet e tyre? Pra, ku janë pikat e tyre më të forta si gjeneratë? Po thuj se në gjitha drejtimet. Por çdo vit, po edhe të kjo generatë, sa ku mujtë mi përcjell, dikon numri sillet 7 deri në 10 që shkojnë në drejtimin e mjekësisë. Mandej një pjesë e tyre që angëzën fakti shumë janë të përgatitur për drejtimet e reja që janë trend për shembull programim, IT, që sjellin shumë përfitime pasi është në trend domethënë programimi, por edhe drejtime tjera, për shembull në Fakultetin e Shkencave Teknik,
në juridik, ekonomik, e një Pra, po thumë se pjesë, gjithë përfshirës. po një pjesë bile kanë fillu që një ku me konkuru dhe me përfitu bursa dhe me studiu jashtë vendit. Për çdo vetë nxënës tonë, do më thonë, përfitojnë nga aplikimin e tyre, fitojnë bursa dhe studiojnë, kemi nxënës, nxënës që studiojnë në Amerikë, në Gjermani, në Francë, në Turki, dhe kjo na gëzon shumë që ata, do më thonë, sot se ishtë nxënës të tonë, nesër janë do më thonë të gatshëm për tregun e punës. Janë merita dhe të punës mësimdhënësve? Pa tjetër edhe kur është të krasti mësimdhënës, si duhet me i falenderu shumë për punën dhe angazhimin që e bojnë, sepse pa punën e tyre nuk do të kishte pas sukses gjimnazion. I bashkohem përshëndetjes dhe i përshëndesim të gjithë mësimdhënësit e Kosovës. Pa tjetër. E kemi përfaqësuesin e maturantëve këtu, Redonin, po dhe përfaqësuesin me që vajzat janë të klasës së 11. A ushlirove, apo akoma derisa të kalon testi maturës, janë ato emocionet? Po ju keni përfundu procesin mësimor, besoj edhe mbrëmjen e maturës, si e kalove, si e mbylle? Ne, do me thonë, unë si maturant, mbrëmjen e maturës, kam si këtë maturant, do me thonë, me emocione kemi kry, do me thonë, se është pjesa ku na, do me thonë, e kalum një etap tjetër, nga, do me thonë, shkolla e mesme, kalum tek ajo kolegji dhe universitetet, që do me thonë, është një hap shumë i madh për neve, dhe gjithë, do me thonë, ballafaqum dhe varet për tyne edhe për shtatë me jetën. Na, kisha posh qef, do me thonë, me shprej falenderim drejturit dhe bordit shkollës që na kena gjetë shumë bashkëpunim dhe mirë këtë për tyne, do me thonë, edhe mi koordinu shumë edhe për mbrëmjen e maturës, për ekskursionin në Shqipni, mirë po edhe nga ona profesionale, ku kemi pasur shumë vizita në kolegje dhe universitetet e Kosovës, për orientimin e karrierë, për përfitimin e bursave qoftë në nivelin lokal, po dhe ato në nivelin global. Tjetër na si maturant duhet me shprej që kemi qenë shumë punus dhe kemi ndjek, do më thonë, tregun e punës, që do më thonë të ambientuemi në një punë që neve do na sillin të ardha dhe jemi mirë edhe me revolucionin ta që pëndodh me inteligencë artificiale, që do më thonë mos ta kemi breng punën tonë për të nesërmen. Kjo të ka ndikuar ty, besoj, për të ndarë mendjen se si do t'jetë ardhmja jote. Ku me drejtorin folëm dhe kuptuam që si gjenerat jeni kështu goxha të gjithanshëm për nga pikat e forta, nga mjekësia deri tek të fundit të inteligjencës artificiale. Ku e sheh veten ti? Pra ku je vendosur me mendje? Unë vetën e shoh në fushën e inxhinierisë, po dhe ato, do me thonë, teknologjisë si cyber security. Mirë po, më herët kam pas predikime edhe nga familja që me ndjek edhe fushën e mjekësisë, mirë po mu personalisht nuk është që nuk kam kapacitet, mirë po nuk më pëlqen vetë fusha e mjekësisë, do me thonë, nuk orientuan të. Çka s'të pëlqen? Nuk më pëlqen monotonia, do me thonë, edhe pashtu, do me thonë, rastet që vinë, do me thonë, keni raste shumë ndryshe, edhe kam qef, do me thonë, një punë ku jam i zoti vetit, nuk kam shumë punë me palë, po edhe nëse kam palët, ju me këqin, do me thonë, në gjendje, si që janë, do me thonë, në sektorin e mjekësisë. Kuptoj, okej. Të kalem tek Rita, duke qenë se je edhe kryetare e nxënësve të shkollës, me drejtorin falem edhe për plot aktivitete që besoj nuk kanë qenë të përfshirë veç maturantët, po e gjithë shkolla edhe klasat e tjera. Duke pas edhe këtë përgjithësi, cilat janë disa prej gjërave që konsideron që të gjithë nxënësit e shkollës e gjejnë vetën një pikë të bashkuar dhe një shqetësim që e kanë nxënësit? Pra, si që përmendit e drejtorit, duke lënë ana shpesën e modestisë, mendoj që gjimnazi kryen një punë mjaft të mirë për me pas një frymë bashkëpunuese edhe një energji mjaft motivuese për nxënësit. Kryesisht nxënësat janë ata të cilët unë mendoj që pjesa që pëlqen më shumë në gjimnaz, është ajo liria e kreativitetit, ajo fryma ku secili mundet më shpreh dhe me pas opinionin e tij. Ndër gjërat kryesore që e themelojnë gjimnazin përka ana e rinisë janë organizimet edhe aktivitetet. Një ndër to që më pëlqen më shumë që përmendi edhe drejtori është panajiri i shkencave edhe i kulturës, ku secila lanë përfaqësohet me një projekt, që projekti domethënë është shumë eksperimentues edhe i ri, diçka që nuk ka qenë viteve tjera, edhe gjitha këto punë
të themi kontrollohen edhe korrigjohen nga profesorat që me mujt mu paraqitë mënyrën ma denjë. Por këtu nuk janë të vetme. Në gjimnazin tonë ka shumë organizime dhe shumë klube rinore ku nxënësat mënen më shprehnë mënyrën e tyre ma të mirë. Kemi organizatat ndryshme që kanë ardhur, një nga to unë kam qenë vetë pjesë e tyre ka qenë OJQ Accessi, cila ka qenë organizat për leadership dhe vendimarrje. Edhe i ka marrë nxënësat, i ka dërguar në një trajnim, një herë kemi pas online me shtete nga Slovakia, Austria, Polonia dhe më vonë kemi pasur edhe një trajnim offline në qytetin e bukur të Korçës, ku kemi taku edhe nxënësa nga Shqipëria, edhe kemi mujt me thonë mu socializu ma mirë edhe mënyrën se si mësojnë ata jashtë, do me thonë në nivelin ndërkombëtar, por edhe këtu në pjesën e Ballkanit. Përveç tyre organizimeve, tani shkolla jonë gjithashtu e ka fitu edhe ka dalë në mesin e 8 shkollave nga Education Center Kosova, e cila është një iniciativë për leadershipin në Ballkan, ku e gjithë kjo është bësë, unë kam qenë vetë pjesë e procesit si ka shku. Ka qenë më spari mi dokumentu proces verbalet, për shembull takimet që kemi pasur me Këshillin Rinor, sepse ne çdo fillim vit gjithmonë kemi takime me Këshillin Rinor dhe më pas edhe kur shohim se ka tema aktuale për me pas mbledhje, i mbledhim gjithë kryetarët, sepse kemi nga një kryetar klase për secilin gjenerat, i mbledhim dhe i diskutojmë më spari ato tema të cilat janë për shembull më të nevojshme, ose është mbajtja uniformave, pastërtia, ose ndonjë rregull që nuk është shqetësimi që ka gjenerata jote? Ndoshta shqetësimi, pak a shumë se tash najna në vitin e dytë, është kjo për ka mu drejtu. Pra prej tash kanë fillu ato? Ato emocione se ka mu zgjedh, ka mu përcaktu, a ka, dhe me thonë, fush për gjithë, por unë mendoj që është një, si me thonë, sfidë e shëndetshme, e cila ju nevojitet gjithë të rinjve, por mendoj se gjimnazi ka me na jep ma shumë mundësi, sepse kemi edhe organizata si është një New York në Greqi që mbahet, vjen ai për në fakulteti opsione ta mënë me marë bursa dhe besoj që nxënësat aty shohin shumë opsione ku mënen me marë pjesë. Me që po flasim që edhe nga klasa 11 fillojnë këto mendimet gjithmonë një hap përpara të jemi gati për çka na pret vitin e ardhshëm, edhe ju jeni maturant. Arisa, nga je më shumë e orientuar edhe sa të kanë diku, edhe nëse akoma se ke nda mendjen, është okej, një vit mjafton shumë, biles nga një herë për 2 javë njeriu e kupton se ku qëndron, sidomos kur jemi nga fundi dhe ai presioni i kohës të detyron ta vendosësh. Sa të ka ndryshuar dhe sa të ka përmësu ty e Ecrem Çabej, sepse gjimnazi ka këtë rol, pra të pjek edhe si karakter, por edhe të gdend nga aspekti profesional. Mu personalisht më ka ndryshu mendja prej kur kam fillu nga parashkollori, më ka ndryshu mendja thuaj se 100 herë. Si parashkollor, pra si vajzë këtë e vogël, çfarë ëndra ke pas? Fillim kam pas qef doktoresh, se familja gjithmonë synon me pas doktora në familje, edhe të shtynë drejt ati drejtimi, po mas të kohë e kom kuptu që nuk është për mu, edhe kur kom fillu, do me thonë, në gjimnaz, e kom kuptu se kam potencial për me arrin disa fusha që vetë i kom pas si andra. Për shembull, andra për më bua astronaut. Unë gjithë kjo ka qenë veç një ëndër për mu, edhe një diçka që nuk arrijet kur qysh. Po kur kom fillu, do me thonë, në gjimnaz, e kom pa vetën që po arrin landë ndryshme, ka nxënësa gjimnazit që e kanë kry, si Pranvera Hyseni, për shembull, që punon në fushën astronomisë, edhe punon me NASA. Atëherë, do me thonë, mu ka dhejës prap ajo dëshira për me... Përse e pas ke përcjell 24 orë Artemisin në këtë operacionin e fundit, këtu kemi mbet, deri vitin e ardhshëm nëse s'ndryshon diçka. Tash, për shembull, jam orientu të fusha e inxhinierisë së hapësirës, që do me thonë nuk është në Kosovë, dhe duhet me synu me apliku dhe me jep vullnet veti që me arrinat Me studiu jashtë diku. Atë bën kjo më pak të tërhekur gjatë kësaj fushe, apo nuk e ke problem, sepse shesi diçka pozitive, marrin e një eksperiencë jashtë vendit? Po, njërën anë, po i ka ato pjesë negative, largosh për familjes, i ki 18 vjetë, dhe më thonë, je i ri në botë edhe nuk ki përvoj edhe është frikë, dhe më thonë. Ashe potencial trekt punës në... Po, shumë potencial jashtë, po besoj që këto njohurit që i fitojmë edhe në fakultete jashtë është mirë mja këthy edhe vendit tonë. Andaj mendoj që duhet mi shfrydzu sa ma shumë mundësit që i kemi që na ofron edhe gjimnazi jonë, edhe shumë shoqëria e Kosovës që na ofron, mendoj që duhet mi shfrydzu të gjitha edhe për nevoja personale, por edhe për nevoja të shtetit tonë.
Bukur. Dritar, duket se është një gjenerat që në fakt çdo javë po befasohem edhe kjo është një prej gjërave që po e them shumë më shpesh. Gjenerat shumë e vendosur që e di sakt çka do, ku do dhe për kë e do, për dalim prej nëse ju pyes për shembull nga gjeneratat veç para 10 viteve, ku e gjenë më shumë ti diferencën me gjeneratat që janë sot dhe për çka mendon se janë shumë mirë? Ka diferencë të madhe. Do të me pranu faktin që të rritë janë për disa fusha shumë atë zëtë se na. Por mos me thonë krejt, se na vjeri nati, Por mos me thonë krejt, do me thonë janë shumë atë zëtë se na. Por unë e thonë me krenarit plot që në zënësit e gjimnazit, po jo vetëm gjimnazit tonë, edhe gjimnazëve tjera, janë të informun shumë ma shumë, sepse janë, do me thonë, në kontakt me teknologjinë e re që afran, do me thonë, mundësi informimi, dhe kjo është edhe një nga arsyet që nxënësit janë një hap ose shumë hapa para nesh, po kjo njëkohësisht i bën këta ju vetëm me kanë ma të zëtë se na në informim, por edhe para përgatitun, por me u përcaktu do më për drejtime, që e kërka nevoja tregut. Në fakt, në gjimnaz, gjitha punë dhe aktivitetet që ne i bëjmë, e kem alternativë gjithmonë në zënësin, i cili krijon mundësi të jep idenë, po aje praktikon me njëherë. Sepse është informun me rrjedhët e reja të teknologjisë. Sot edhe arsimi, nuk mund të mendohet si arsim tradicional, si shka qenë të kalurnë, pa involvimin e teknologjisë. Është fati mirë që gjimnazi jonë është i pajisur shumë me teknologji, do më thonë, kem pëlluj se komplet shkolla, është pajisur me smart tabela, dhe teknologjit më të reja, dhe kjo tani na krijon mundësi edhe një bashkëpunim shumë më të madh mes neve mësimdhënësve, stafit tonë dhe nxënësit. Për shembull tek përdorimi i teknologjisë, nxënësit janë një hap para nesh, na përgatitemi si mësimdhënës, por pa përkrahjen e tyre nuk mundem me aplikue. Kjo është një diçka shumë pozitive. Çka po bën gjimnazi për përgatitjen e redonit edhe gjithë shokëve të tij për testin e maturës? Po, në fakt, gjimnazi për përgatitjen e nxënësve, do më thonë, ka bën një plan, një projekt, ku gjithë nxënësit kanë mundësi, do më thonë, marrë në shkollë me majtë orë shtesë, nga lëndët gjuhë shqipe, matematika dhe lëndë tjera që janë pjesë e testit të maturës, mësimdhënësit i kanë përgatit testet që janë në provu, do më thonë, në vitit e kalune, dhe në fakt, natyrisht, na dim që ato pyetje ndryshojnë mirë, po në një farmyrë është si para përgatitje. Dhe jo vetëm kaq, na, si gjimnaz kena bashkëpunim, edhe me universitetet tjera, për shembull me AB-n, dhe AB-ja për çdo vit ushtron nxënësit maturantët i para përgatit, do më thonë, për testin e maturës, dhe ka prej nxënësve tanë që vinë dhe ushtrojnë dhe përgatiten për testin e maturës, dhe jo vetëm AB-ja, po edhe universitetet tjera private. Në AB në fakt prej të hënës, kuptova që fillojnë këto kurset përgatitore redon, në cilën lanë mendon që ke nevojë veç për pak më shumë përgatitje. Unë besoj që nga ona e gjuhës shqipe do të me qenë shumë i përgatitën, se nga ona matematikës kam shumë suksese edhe në sfidat, se që Ceku dhe Arisa në gjithë gjenerata jemi pak pa orientu, mirë po që ka besoj që na ka orientu neve kanë qenë në sfidat. Unë për shembull si redën, kam garu në gorat e kimisë, matematikës dhe fizikës, ku e kam zonë vendin e parë në nivelin komunal, regional, dhe kam dojnë dhe më thonë dërtëporët në nivel nacional. Ato në ku morë shumë eksperiencë mira se si dhe më thonë më përgatit për një zgjidhje një problemit, pashtu që më ka bo mu, edhe më ka orientu dhe më thonë më ka përgatit, më ka shty, po jo vetë mu, po edhe nga ona tjera, për shumë nga ona të spërtesve, se Ceku drejturin na kemi shumë spërtes njohur që dhe më thonë e përfaqësojnë edhe Kosovën, jemi dhe më thonë gjenerat që sfidojmë veten, edhe përmes ty në arrim shumë suksese, si që Cekum edhe më heret, që ka besoj unë që kjo dhe më thonë kemi më përgatit shumë, është tek se unë edhe kam përfitu burs, mirë po unë atë burs dhe të me mbrojt. Këtu dhe më thonë përmes pikëve testit maturës, nota që i kam përgatit, edhe mundësia që na ka jep gjimnazi që ne dhe më thonë mu përgatit përmes orëve plotësuese qoftë në gjuhë shqipe apo gjitha landet, është një risi shumë e mirë dhe do të me shfrytëzuna këtë mundësi që me qenë sa më të korrekt dhe më thonë për testin e maturës.
Ju lutem me gjuhën shqipe, këtë nëse të gjitha i dim, gjuhën shqipe ta kemi prioritet, kështu që përgatitu fort aty. Jam nga fundi një fjalë përmbyllse secili. Arisa, një mesazh për gjeneratën tënde, a do të bëheni ju më të mirë se gjenerata e Redonit? E keni për synim këtë qëllim, a? Shpresoj që do të bëhem më të mirë, se besoj që vazhdimisht duhet me jap vullnet veti që me kontribu edhe me urrit si popull edhe vazhdimisht duke shkuar, duke arritur sa më shumë. Edhe po, i gjeneratës teme gjithmonë do t'i thëmë se duhet të synoj sa ma largë që të mendoj. Dhe më thonë, ëndrat t'i ndjek gjithmonë dhe mos të dërzohet në to. Rita, cili është qëllimi jëtë kryesor si kryetare për vitin e ardhshëm? Qëllimi kryesor jam si kryetare është na vetë se kena një ambient mjaft frutbës, me qenë edhe ma shumë, me pas edhe ma shumë suksese dhe arritje, edhe se cili bashkëmoshatari gjeneratës tem, me sfidu vetën, që me arrit sa ma lartë, me pas vetë besimin, që mos me thonë për përfatsoj veç vetën në mënyrën ma denjë, po edhe gjimnazin si shkollë, e pse jo edhe shtetin. Drejtar, një mesazh për fund për maturantët, për të gjithë nxënësit e Ecrem Çabejit? Po, unë jam krenar që udhëheqit gjimnazin e ushtrisë, për vlerat që ka, dhe du me pa tjetër ti përshëndes për zemër se gjithë nxënësit, në veçanti maturantët, po edhe gjithë mësimdhënësit për kontributin e tyre. Realisht, maturantët, ata që e kanë përfundu tash me gjimnazin, nesër, kur themi nesër, e thëmë pa modesti, duhet marrin përgjithësi tash. Derisa kanë marrë mësime deri tash, ata tash e tuti duhet përgatiten me marrë përgjithësi, dhe mësimet dhe përkrajnë që kanë marrë për neve me ja këthy Kosovës tash. Vërtet, faleminderit shumë që erdhët, kënaqësi që ju Faleminderit për juve kisha. shumë që na keni ftuar. Më e diskriminuar në studio si jam ndjenë një herë me 5 vushtrias, po gjithsesi kënaqësi me pas gjenerata të tilla shumë të edukuara dhe shumë të përparuara. Do ta përmbyll me informacionin për Dov Deon e re, i cili vjen në 3 formate, të gjitha janë vetëm për përdorim të jashtëm. Kemi sprejin, i cili është shumë i lehtë për